Në vijim të turit elektoral, kryesocialisti Rama është ndalu në bashkëbisedimin me ushtarakët në Vlorë, ndërsa ka shpalosur programin. Rama u ka premtuar se me ardhje në pushtet, Partia Socialiste do të bëjë të mundur rindërtimin e policisë së shtetit, si dhe do të kthejë pronat ushtarakëve duke akuzuar mazhorancën për marrjen pa të drejtë të tyre. Fillojmë procesin e rindërtimit të policisë shtetit. Ata e kanë shumë të lehtë të premtojnë gjithçka, dhe prandaj e kanë dhe të lehtë që të mos bëjnë asgjë. Ndërsa ne premtojmë atë që bëjmë dhe bëjmë atë që premtojmë. Ajo që është bërë në gjithë këto vite me pronat e ushtrisë është diçka e papërfitueshme. Me pronat e ushtrisë si prona publike, si pronat popullit. Dhe këtu nuk bëhet fjalë që atë duhet i mbante, as duhet i mbante ushtria pronat e veta. Këtu bëhet fjalë që nga ato prona marrin asgjë. Ndërkohë Rama në takimin me pedagogë dhe studentë të Universitetit të Vlorës u ka premtuar se me ardhjen në pushtet do të hapet 27.000 vende të reja pune dhe prioritet do të jetë arsimi profesional i të rinjve. Ndërkohë që tjerëve do të japim mundësinë të mësojnë një zanat. Ne na duhet që të përgatisim ata që janë teknikët e peshkimit, teknikët e bujqësisë, teknikët e plektorisë, teknikët e naftës, teknikët e energjisë, elektricistët, hidraulikët, marangozët, ku diun më radh, që t'i krijojmë të rinjve mundësi që përmes punës të mund të fitojnë para. Rama u ka bërë thirrje vlonjatëve të votojnë për alternativën e rilindjes dhe zhvillimit, duke lënë pas alternativën e rrënimit.